As që rëndësishme ku ka me najta me atë persona, as benefit pas këtë vjatë një personit poshtë, o tërë, vetët mi orë, s'keshe të fyrë, as njoni s'keshe të fyrë. As njoni, shambull katastrofal jeni, shambull katastrofal që s'moni qëndrim fare. Shambull katastrofal, nuk moni qëndrim për veti. Se nuk reagoni tani me që po la krevatet? Si që po reagoni? Po ha pra, se kështu i bie. Kështu i bie. Kështu i bie. S'ke qa bë, e merr këtë krevatin, i thua këtij djalit, o Mali nuk bën sens kjo sepse ne do e hajmë këtë lloj gjë. Nuk kolla, është valixha bosh dhe është valixha ime, që ta dish. Ta dish. Është valixha bosh dhe është valixha ime. Nuk ka asnjë lloj rrobe aty brenda. Se e di shumë mirë dhe s'kam luajtur nga dita 1 deri më sot me sende personale. Okej, tashti ta analizojmë pak këtë moment. Unë Malin që nga dita e parë e du fort si personazh, me thënë drejtën, edhe e kam pëlqyer kuptimin sepse Mali nuk lun, po Mali jeton atje dhe jeton në mënyrë shumë gjenuine dhe është personazh shumë interesant, një ngjyrë që i duhet shtëpisë. E kam respektuar që në fillim. Mirë po, në këtë video, në këtë moment, për mendimin tim, Mali po bën një gabim taktik. Sepse, e para, i kërkon gjithë tjerëve që të marrin qendrim për Rogertin për rastin e vet. Mali s'duhet ta presi këtë, ata janë gjithë në një lojë atje dhe secili prej tyre duan ta fitojnë atë Big Brother dhe nuk mundet të tjerë të mbajnë një qendrim për Malin. Dhe nuk mundet Mali t'i kërkoj tjerëve dhe t'i qortoj edhe t'i kritikoj pse ata s'po mbajnë një qendrim. Mund të jenë duke e marrë qendrimin në mënyrën e vet, nuk është e thënë që gjithë ta mbajnë si Mali. Një kjo, e para. E dyta, lagja e krevatit nuk është mënyra më e mirë për ta luftuar Rogertin, drejt me thonë. Sepse e para lagja e krevatit është një dhunim i objekteve të vllajt madh, pra nuk është dhunim i objekteve personale. Pra sepse krevati nuk është objekt personal, është objekt i shtëpisë, objekt i vllajt madh. Edhe kryesorja është që nuk është se i bën ndonjë dëm të madh Rogertit nëse i la krevat. Përkundrazi si thush e bën atë që t'i vi keq njerëzve, sepse ai do flenë një krevat tjetër ose do flenë tokë çën si ka, dhe ti nuk është se i bën ndonjë dëm të madh. Qa po i bën ati, në qoftë se ti po i la krevatin? Asgjë s'po i bën. Zero. Kështu që unë mendoj se në këtë moment Mali taktikisht duke i prevaluar ndjesia që ka, e urrëties që ka për Rogertin dhe e ka me drejtë atë gjën, ai po bën një gabim taktik në lojën e Big Brotherit.